takova europarlamentar me interesa për proceset elektorale në Shqipëri, për zhvillimin e proceseve elektorale në Shqipëri, përfaqësues të rëndësishëm të qenërës së djathtë në Parlamentin Evropian. Në të gjitha këto takime, unë njoha bashkëbisedues të mi me vjedhjen e madhe të haptë dhe publike të votës së qytetarëve shqiptar nga narkodiktatori Edi Rama dhe në këtë aspekt u paraqiten vendimet e qeverisë për bonusin famoz 100 euro për vot për çdo pensionist, vendimi i qeverisë për të falë 200 milion euro, kurse fatura e parë është 76 milion euro, punësimet 10 mijëra punësime për vot, 10 mijëra hektar kanabis për vot. Janë këto akte të cilat rrëzojnë në mënyrë përfundimtare farsën elektorale të 11 majit. Pa llogaritur këtu, ndërhyrjet e fuqishme të krimit organizuar në 20 bashki të vendit dhe 10 qarqe. Rezultatet e këtyre ndërhyrjeve kulmuan me në të votuarit e të votuarve në Shqipëri persona anonim si Sara Mile, Arken Balla, e të tjerë, e të tjerë. Pra, në totalitet, do ta përmbledh se çfarë ishin zgjedhjet në Shqipëri me fjalën e një miku të çmuar të Shqipërisë. Zgjedhjet në Shqipëri, deklaroi ai, ishin të njëjta me ato që kisha parë dekada më parë në Zimbabwe të diktatorit Mugabe. Nga ana tjetër, zbashku me Zotin Mediu, në seancën plenare të byros ekzekutive ku mirnin pjesë kryetarë dhe përfaqësues të gjitha partive politike të aderuara në IDU, ai ishte një rast i artë për të bërë avokatinë e votës qytetar, votës së vjedhur të qytetarëve shqiptar pa leadershipit ndërkombëtar të qendrës djathtë dhe forcave konservatore. Në këtë kuadër, raporti i vëzhguesve ndërkombëtar OSBE-ODIHR, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Europës, janë një dokument jashtëzakonisht i çmuar. Por faktet tronditëse të marrë nga ky raport dhe nga gjetjet tona u paraqitën në seancën plenare të debateve për gjendjen në botë dhe zgjuan indinjat
dënim nga të pranishmit të cilët kuptuan se gjendja në Shqipëri ishte gjendja një narkodiktature e ngjashme me Venezuelën e Maduros apo regjimet tjera të ngjashme të drogës dhe krimit. Si përfundim mund të them shqiptarëve se ky hap i parë, shumë i rëndësishëm në mbrojtje të votës tyre, që vinte pas një seri aktesh madhore të mishruara me 4 rezoluta që dënojnë narkoregjimin e Edi Rams, ishte pra edhe një vazhdimsi, por dhe një sukses tjetër në realizimin e qëllimit tonë. Betejë për mbrojtjen e votës është një betejë që do zhvillohet në Shqipëri, por do zhvillohet dhe jashtë saj, sepse zgjedhjet janë procesi i cili është sa kombëtar, aq dhe ndërkombëtar. Ne jemi të angazhuar të bëjmë çdo përpjekje për të mbrojtur, për të rikthyer të drejtën e shqiptarëve për të votuar si qytetarë të lirë. Dhe ky është qëllimi më madhor i Partisë Demokratike dhe opozitës së vërtetë shqiptare. Sot, ata që nuk përcaktojnë si qëllimin më madhor këtë objektiv, janë thjesht një stoli e narkodiktatorit altoparlant apo lakej të tij. Ne do qëndrojmë me të gjithë potencialin dhe fuqinë tonë. Faleminderit. Duke qenë se sot po numërohet në Parkun Olimpik vota e diasporës dhe gjithashtu edhe një çështje e komentuar dhe kontestuar, kundërshtuar nga opozita, është marrë një vendim nga institucionet në barë, fillimisht nga KQZ, pastaj nga KAS dhe në përfundim dje pasdite nga Kolegji Zgjedhor. Pavarësisht fakteve që ka denoncuar opozita, si e vlerësoni dhe cili është qëndrimi juaj për këtë çështje, për vendimarrjen, për të numëruar votat e emigrantëve në Greqi? Qëndrimi ynë është ky. Ne kemi dhëna të sigurta të manipulimeve monstruoze që janë bërë me votën e emigrantëve në Greqi, në Itali, në Rom, veçanërisht në disa zona tjera, po edhe në një vend tjetër. Ne kemi dhëna, kemi dhe mekanizmin, por ne po ndjekim procesin, sepse ndjekja e procesit, çka do të thotë? Qëndrimi në proces është një domosdoshmëri që buron nga respekti për ligjin dhe shtetin ligjor, kurse rezultati në kutitë e votimit është i tëri i gatuar nga kriminal elektoral të Partisë Socialiste dhe s'ka asgjë të bëjë me vullnetin e lirë të shqiptarëve në diasporë. Kjo është e vërteta. Zotë Berisha, cilat janë pritshmëritë që ju keni nga faktori ndërkombëtar pas denoncimeve tuaja? Absolutisht
kam bindjen më thellë se faktori ndërkombëtar do të qëndrojë i palkundur në anën e votës së lirë të shqiptarëve. Jam shumë i bindur në këtë. Janë shumë të pakët ata që për hir të karriges e Edi Ramës do të pranonin të sakrifikonin të drejtën e votës lirë të shqiptarëve. Ne do të dokumentojmë çdo blerje, çdo dhunim të hapur publik dhe të fshehur të ligjeve të vendit. Zgjedhjet ishin farsa më e shëmtuar e 33 viteve në Shqipëri, farsa elektorale më shëmtuar. Kjo është e vërteta. Një pyetje të fundit, a ka një vendim për aksionin politik të Partisë Demokratike në Tiranë, në Shqipëri? Partia Demokratike vendimet, do me thënë, ajo do të angazhohet në mbrojtje të votës si në lëvizjet fuqishme brenda vendit, por dhe në dialog intensiv dhe takime intensive me organizatat ndërkombëtare dhe vendet partnere mike për të vërtetuar të gjithë shëmtin e farsës elektorale të datës 11 maj 2025. Nga freskimi i të dhënave që vinë nga Komisioni Qendror. Nga freskimi të dhënave që vinë nga Komisioni Qendror. Zgjedhjeve, paktën nga proces verbalet paraprak që janë numëruar deri tani, nga vota e emigrantëve grek, 95% e tyre votojnë Partinë Socialiste, paktën nga ajo çfarë del nga çfarë justifikimi ose që unë thash këtë. Ato janë që të gjitha të rezultatet të fabrikuara në mënyrën më të turpshme, më të pa imagjinueshme, por ato do marrin ndëshkimin ndërkombëtar. Betejë është e hapur në të gjitha frontet. Garantoj që shpejt do jetë dita kur ambasadat e narkodiktatorit të rrethohen në të gjitha kryeqytetet e vendit nga populli që u shkelmur vota. Dhe kjo është vetëm një hap. Pra, Edi Rama ka shpalos armiqsinë më të egër ndaj lirisë dhe votës së lirë të shqiptarëve. Unë kam bindjen më thellë se këtë mandat nuk do ta gëzoj. Dhe se ai do përgjigjet gjermëni për këtë masakra elektorale, për këtë batërdi elektorale që i kryer, për këtë